Kush hyri në shtëpinë e Big Brother VIP 4 që Rozana shpërtheu në lot? Dita ka qenë me vizitor të ndryshëm në shtëpinë më të famshme në Shqipëri Big Brother VIP 4. E para që hyri ishte banorja e këtij edicioni Livia, e cila shkoi u hodh te krevati i Laertit dhe më pas u shtrite Rozana. Gjithashtu ajo ngacmoi edhe Olën, e cila i ka zënë vendin ku flinte ajo. Livia kaloi edhe te krevati i Gjestit, të cilit i mori unazën që ajo ja ka dhënë, por jo vetëm kaq, pasi pjesë e shtëpisë u bë për pak kohë edhe një qenush. Vizitori i radhës ishte nipi i Rozanës, i cili hyri në shtëpi dhe shkoi u ul te divani blu. Banorja vetëm rrinte e shikonte dhe e shpërtheu në lot. O Zoti i Madh, thoshte vazhdimisht Rozana. Teksa Rozana ishte e përlotur duke parë nipin që ecste nëpër shtëpi, pranë saj shkoi Laerti, që u mundua ta qetësonte dhe bënte batuta. Mos bëj kështu se do më kaloj dhëmballa. Mos bëj kështu se nuk do vdes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.